Ka qenë thasi president. Edhe ju kujtohet ne I kemi pas disa tema të rënda. Po thasi ka ditë bëj politikë. Pse? E ka lënë një hap, s'po I përmenit tash komplet, po e ka lënë një hap në gjysmë. Për shembull, në raport me ta, qëllimshëm në mënyrë që pastaj ata umetshin të na lut neve me pru Hashim Thaqin për me u taku me ta. Ka ditë bëj politikë, të shfaq peshën e tij. Ky s'ka kërku takim. Kanë kërku ata na lotshin, ka 2 muj. Vetë austriakt. Vetë austriakt. Kur vjen, ftonaj, sillnaj. Aso. Edhe të mos harrojmë një fakt. Në periudhën Ka ditë ta demonstroj peshën politike zotë Thaçi. Absolutisht, Thaçi ka qenë për në sytë e tyne ka qenë një politikan tejet I rëndësishëm. Absolutisht tejet I rëndësishëm, për shkak se edhe ata sikur ne e kanë pasi pjesë të historisë. Ata zotin Thaçi e kanë pasi historitë Kosovës. Pastaj ka qenë një elitë politike. Ka qenë realisht. Pastaj ka qenë një elitë politike në Austrisë, që përmenda Busek, Rohan ka qenë gjatë. Albert Rohan, po. Cilët kanë pas ndikim në partinë në të cilën e cila ka qenë pushtete, që ka qenë FAP-ja. Dhe çka nëse unë thamë që në atë periudhë, kur ne nuk kemi pas diplomat, mu Sebastian Kurz, që ishte atë ministri jashtë, thoshte, bëni të fala në verit kur po mi pagun diplomat që po punojnë për Kosovën. Për shkak se ka qenë një farë marrëveshje e pashkrume, ku ne nuk kishim qasje. Shtetet që nuk na kishin njoftë. Shumë punë për neve kanë bërë diplomat austriak. Po kjo ka qenë pikërisht për shkak të këtyre afërsive cilët I kanë bërë ata politikanët tonë atë botë. Ka pas një trashëgimi, një besueshmëri. Absolutisht. Një kredibilitet raportesh po.